Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka shprehur ambicien për të fituar 84 mandate në zgjedhjet e ardhshme me qëllim realizimin e premtimeve dhe objektivave të programit elektoral. Gjatë prezantimit të kandidatit të Partisë së Lirisë, presidenti i kësaj force politike Ilir Meta, në mesazhin dërguar nga Qilia, kërkoi votën e qytetarëve për koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Aleanca për Shqipërinë Madhështore është vota për ndryshimin historik. Vota për Ilir Metën, deputet i qarku të Tiranës, është një votë e pastër kundër diktaturës. Liria do të triumfojë në 11 maj dhe të gjithë shqiptarët marrin frym lirisht në 12 maj sepse ky vend ka diell për të gjithë. Ish presidenti Ilir Meta ka sulmuar kryeministrin Edi Rama duke akuzuar se është i trembur dhe se po garon në një listë të mbyllur. Në maj qershor 2001 që i ktheva Tiranës parkun në rinia, a nuk isha unë si kryeminist që me vendim qeverie morën mbrojtje teatrin kombëtar dhe zonën muzeale të Tiranës? A nuk isha unë si president i Republikës që u paraqita rreth në gjykatën kushtetuese për të parandaluar shkatrimin barbar të teatrit? Dhe a nuk ishte diktatori me atlete ai që urdhëroi në mënyrë të palishme dhe fashiste shkatrimin e teatrit me artistët brenda në mes të natës? E pra, ai është kyçur në listën e mbyllur në Tiranë se ka shumë arsye i fshihet gjykimit të hapur të Tiranës, ndërsa unë jam në listë të hapur të besoj te Tirana, e cila do të jetë lokomotiva e ndryshimit historik me të paktën 20 deputet për aleancën tonë PD ashtë vota për këtë aleancë. Ai ka shtuar se vota për këtë aleancë është një votë për ndryshimin e Shqipërisë dhe për të ndalur atë që ai e quan shkatrimin e shtetit dhe të drejtave të qytetarëve.